Në prag të festave të vitit të ri, shumë qytetarë thonë se këtë vit nuk po mendojnë të shkojnë diku. Gjithçka është shumë shtrejt, thonë ata. Edhe me standardin aktual, udhëtimi në ndonjë vend nuk është i mundur. Ata theksojnë se mezi mbulojnë shpenzimet bazë, andaj nuk e din as nëse do të mund të përgatisin tryezë të denjë për pritjen e vitit të ri. Doma. Тя си направиме, тя яде ние дома, ки си седиме. А нема пари. А скапат, тя немаме пари. Немаме пари, кај ки идеме? Те пензиите мали. И со што ќе купиме? И ја е за нова година. Ако може да купиме, ако не можеме, што имаме тоа? Дома ќе видиме, евентуално со децата, ако ни дојдат внуците и та. Би сакала дома. Не планирам ништо, да. Децата ако сакат, големи се, да ги пратиме кај сакат. Ndërkohë agjenci turistike thonë se ka interes për udhëtime gjatë festave të vitit të ri, më së shumti kërkojnë rezervime për në Budva, Athinë, Bukuresht, Rumani si dhe për Paris, Barcelonë dhe destinacione të tjera europiane. Një pjesë e qytetarëve duan të shkojnë në destinacione të afërta siç është Budva për shembull, sepse gjithmonë ka pritje interesante në shesh, ngrohtë pranë ndetit, ka yje që performojnë hyrja është falas në mbrëmje, kështu që nuk është destinacion i shtrejtë dhe shpesh e zgjedhin atë. Të tjerë vendosin të shkojnë në Athinë, Bukuresht, Temishvar, sepse Rumania ka çmime mjaft të favorshme dhe është tërheqëse për qytetarët. Megjithatë, nuk mungon interesi normalisht edhe për Parisin, Barcelonën dhe destinacionet më atraktive europiane. Çmimet e akomodimit tradicionalisht rriten në prag të festave të vitit të ri, thon agjenci turistike. Rritja ndjek shtimin e përgjithshëm të shpenzimeve, por qytetarët tashmë mund të rezervojnë prenotime verore me çmime më të ulta.